I dashur xhamat, sot në këtë ligjërat të kësaj dite xumaje do të flasim në lidhje në temën me punimin dhe mbjelljen e tokës. Kemi folur dhe një xuma në mënyrë të përgjithshme. Sot do të flasim me ajete kuranore. Çka Allahu Dhul Xhalal na thot dhe na shpjegon se çfarë vlere ka, domethënë, punimi i tokës. Çfarë vlere ka bujqësia? Siç kemi thënë, ka vlerë industria, ka vlerë blegtoria, ka vlerë edhe bujqësia. Sot do të flasim në lidhje me këtë, por ama parë nga këndvështrimi i ajeteve kuranore i fjalës së Allahut subhanahu wa taala. I madhi Zot thot Bismillahirrahmanirrahim: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة. Për ju është argument I qartë se si tokën e vdekur, që vdes dhimrit, çdo bim të vdes, ahyaynaha, e ringjallim në pranverë. Vdesin bimët në vjesht, toka duket si e vdekur dhe e ringjallur në pranverë. Wa akhrajna minha habban, dhe në prej saj domethënë neve nxjerrim prodhohet prej tokë dridh, faminhu yaakulun, nga I cili ata han. Nga prodhimtaria e tokës që ti bën mund dhe zahmet, e mbjell ato, ja jep procedurat e punimeve kohë mas kohë dhe periudhë mas periudhë, edhe arrin tek vjele sa dhe tek ngrënia e atij bereqeti apo prodhimi toksor, që nuk ka se si tjetë ndryshe përveç se rrezik nga ana e madhe Zot subhanahu wa taala. وجعلنا فيه جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا فيه جنات من نخيل وعناب. Dhe në të ne kemi bërë kopshte hurmash e rrushi. وفجرنا فيها من العيون. Dhe në to kemi krijuar, kemi dhënë edhe burime uji. Uji është zanafilla e çdo gjëje. Pa ujë nuk ka jetë në tokë. Pa ujë s'mund të paramendohet jeta e njeriut, pa ujë nuk mund të paramendohet jeta e kafshës, pa ujë nuk mund të paramendohet jeta e insekteve, zvarranikëve, çdo lloj krijese, po edhe bimëve, edhe e maleve dhe e drunjve. Uji është jeta në tokë. Jo më kot Allahu Dhul Xhalal në këtë ajet kuranor jep rëndësinë vet duke thënë se edhe uji ka vlerën e vet. Wa fajjarna fiha min al-uyun, dhe në tonë neve kemi dhënë burime uji, për arsye se uji është domethënë shumë I nevojshëm për çdo lloj krijesë që Allahu ka krijuar në tokë. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Pason ajeti tjetër. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim. Ashtu që ata të hanë për atyre frutave, pra që prodhohen nga toka, dalin ato, dhe nga shka prodhojnë edhe duart e tyre. Vetë dora njerëzore, Allah e ka sjell në atë farfeje që shumë prej prodhimeve të tokës nuk kanë nevojë për angazhimin e dorës njerëzore, nuk kanë nevojë për angazhimin e dorës së njeriut, por bëhet vetë. Pemët dalin vetë. Shon Allah farat aty dhe përsërishtohen, mbushen malet plot. Nuk kanë nevojë për kur farë hizmeti që ti tu a bësh atyre. Por ama vetëm mos bën keq përdorim me shku me shkatërru malin. Por ka prodhime bujqësore, prodhime nga toka që kanë nevojë për angazhimin e dorës njeriut, ama rrezikun e sjell përsëri I madhi Zot. E ti mund ta punosh gjatë gjithë vitit tokën, mirë po, çon Allahu një rrebesh, çon Allahu një tufon, çon Allahu një stuhi, edhe e bën të paqen tër kopshin ton, tër prodhimin ton. Allahu mos na ndërprerë të rrezikun ja Rabbil Alamin. Dhe punofshim vetëm me djersën e ballit dhe me hallallak. E tham mi xuma para kësaj që na bën thirrje mas namazit me vërshu njerëzit tek me shku tek toka me punu atë. Fa idha qudiyatis salati fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wa dhkurullaha kathira la'allakum tuflihun.
Çka thotë i Madhi Zot? Wa idha qudiyat as-salati fantashiru fil ard. Me njëherë sa juve të mbaroni namazin, shpërndahuni nëpër tokë. Shkoni nëpër punët tuaja. Wabtagu min fadlillah. Dhe kërkoni begatit të Madhit Zot. Kërkoni begatit që Allahu xhaleshanu çon për njerëzimin. Wa dhkurullaha kathira. Por ama dhe këto kur të shkoni, thot përmendni Allahun shumë edhe atje. Këtu e ke përmend me namaz, në xhami me namaz, këto ka me dhikr. Vazhdoni edhe punoni dhe goja jote të mos përshoj falëndrim ndaj të Madhit Zot subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, në mënyrë që juve të gjeni shpëtim. Pra këto ajete flasin për bujqësinë. Kurani famëlar është libri fisnikit të Madhit Zot, në të cilin përfshihet çdo lëmi e jetës njerëzore tonë. Nuk është vetëm ibadet. Nuk ka Kurani vetëm për të falë, për të lutur, me ibathirë njerëzis për të falë, për të lutur, jo. Shumica e ajeteve kuranore është se si të jetojë njeriu tonë. Ka ajete për mjeksi, ka ajete për bujqësi, ka ajete për industri, ka ajete për blegtori, ka ajete për kozmosin, për planetet, për çdo gjë, ka ajete për ushtri, ka ajete për udhëheqje, se si më udhëheq kombet e botës, çdo gjë Allahu e ka sqaruar në Kur'anin famëlar. Por ne sot, domethënë siç thashë, kemi temë tek bujqësia. Inna sababna al-ma'a sabba. Ne lëshuam shit mjaftueshëm për zhvillimin e bimtarisë në tokë. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Dhe pastaj e çam tokën sipas nevojës së bimës. Allahu akbar. Me marrë këtë ajet kuranor, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. E çam tokën sipas nevojës së bimës. Po ti më rëvëlla me marrë kazmën në korrikën ngushtë. Kazmën të tukët ti sikur jetë duke ngul majën e kazmës në ngurë, jo në tokë. Allahu dhul xhelal një bimë të hovë, që lakohet me frim, jo me e prekat bimën, e qanë atë tokë aq të fortë që nuk e qanë majë e kazmës. E futë rënjën aq thellë, e shkatërron në tokën një bimë që thash frima e luhat. S'ka se si shpjegon ndryshe përveç se fuqisë madhore të Allahu subhanahu wa taala, aq e dobët si bim me shkut tokën që nuk e shkon më e kasmës. Fa anbatna fiha habban. Dhe bëm që në to të mbin drithëra prej toke. Wa inaban wa qadba, rrush e perime. Wa zaytunan wa nakhla, të mbin prej saj tokë ulli edhe hurma. Wa hadaika gulba, edhe kopshte të dendura me lloj bime që ti e mbjellën tëmë. Wa fakihatan wa abba, edhe pemë e kullosa. Mata'an lakum wa li an'amikum, si mjetë të gjallërimi për ju edhe për mbaktin tuaj. Secili nga këto ajete kuranore flet domethënë për vlerën e bimës, për vlerën e bujqësisë, nëse neve punojmë me halal. Po ashtu edhe një sër hadithësh profetike flasin për bujqësinë. Kush mbjell një pemë, thotë i dashmi Zotit, ose diçka tjetër prej saj han njerëzit, han kafshat, han shpendët, han e gërzirat, han zogjt. Ajo është sadaka për ta. Çdo kush që han prej asaj, njerëz, kafsh, insekt, zogj, domethënë shpend, e pse thash, për secilin që ushqet nga ajo pemë që ti e ke mbjell, është sadaka për ta. Merrni sa më shumë mbjelljen e dritit, sepse ajo është punë mjaft e dobishme dhe mubarek. Në për arat të mbjella me dritë, veni sa më shumë gogol, që për tyre të friksohen zogjt edhe kafshët zullëmqar, që e dëmtojnë prodhimin tuaj. Është hadith profetik. Vendosni gogol në për të, që të tëremën zogjt dhe të mos e dëmtojnë mundin tuaj dhe zahmetin tuaj. Shpesh herë na vjen disa pyetje. Hoq, po a lejohet me qenë vrastar, me vra një mis ose diçka? O vëlla. Qoftë kafsh, qoftë insekt, qoftë zvarranik, që janë të dëmshme, ata duhen vrarë. Po nëse ti e lën atë buburrecin e patatës, dhe ta lanë se ka shpirt kjo, e ka për detyrë ajo me ta nxjerrë prodhimin tonë, mos me marr asnjë lloj prodhimi. E shkatërron më një herë.
janë dënime prej Zotit këto. Se mos bëhet asnjë lloj përdhimtarie pa helm, kjo vetë është shumë plagë për të madhe, Zoti nuk ka se si shpjegohet ndryshe. Por ama që duan zhduk këto lloj. Keni pa juve se si urithje lëvron tokën. E ka shkatërru. Futi zorën në ujë, ti nuk e di ku përfundon. Aq shumë punon për ta shkatërru bereqetin. Këto, siç thash, janë dënime prej Zotit. Sot po ham vetëm helme si rezultat i sjelljeve tona. Allah na e largoft këtë lloj disfate të madhe e këtë lloj sprove të madhe. Aq më tepër në shtetet ku nuk vendoset ligji për të ndalë pesticidet e tepruara, kimikatet e tepruara që sot janë mbushur spitalet apo janë të mbushur spitalet. Nuk ka vend ku të shkosh. Pse? Vetëm nga ushqimet e pakontrolluara. Zot na ruaj për këtyre disfatave, ja Rabbil Alamin. E thash edhe një xhumë për ta përmbyll, Allahu Dhul Xhelal e ka leju tregtin dhe e ka beku tregtin përveç nëse përdor hilen të. Nëse ti bën hilen metër në centim e në peshoj, në pesh, edhe i bën hile tregtarit tjetër tek cilësia e produktit dhe e prodhimit, e ati materiali që ti e shet lopën dhe i thua ati tjetrit nuk ka asnjë lloj huji, e shet kalin dhe i thua ati tjetrit nuk ka asnjë lloj huji dhe sa shkon i mbitën fëmin. Kjo lloj tregtie është haram dhe ja shikon sherrin. Thuja të metët që i ka, ndash ta marrën, ndash mos e marrën. Është e bekuar bujësia nëse nuk ka helën të. S'ka punë më të shpërblimet të Allah përveç ibadetës sa bujësia. Duart me kallë, e thash edhe më përpara, nuk i djeg i madhi Zot. Nuk i djeg zjarri i xhehenemit. Po nëse në bujësinë tënde është të bekuar nga Allahu, e ndot ti, shkon e çon pa kufir me tutje, shkon e përvetson si që pat në xhuman e kaluar për vakëfin, shkon e përvetson një vakëf, shkon e luan kufir 1 centim pak më tutje, punon në vaktin e namazit, nuk vjen me fal namazit se të shkoj ke toka. Këto lloj punimesh në tokë, aq shumë e mbajtëm temën vetëm për punimin e tokës, që Allah e ka beku dhe këta këto ajete flasin për punimin e tokës dhe prodhimin prej saj. Këta këto bien poshtë të kthehen në haram, nëse ti domethënë nuk punon me drejtësi, punon kohën e namazit, ngushton rrugën për një pllumb dhe shkon kali me dengje zen sak në ande, me të mallku edhe kafsha, për çka? Për një pllumb vend me toleru me shumë ata. Këto lloj bujësish janë haram. Përndryshe, bujësia ka shumë vlerë. Menjëherë sa dal nga xhamia, sipas urdhrit të Allahut që ka më shpërndanë për tokë, me kërku nimetin e të madh i Zot, me kërku bereqetin e të madh i Zot, me punu me djesën e ballit, e me halallëk, edhe me i ruajt fëmijët pasardhësit tanë me djesën e ballit me halallëk. Zoti na mësoft ya Rabbil Alamin. Allahu na bëft punëtor të sinqert, sepse një punëtor wallahi, billahi, tallahi. Një njeri që punon, del sabah prej shtëpie, me bukë me vete dhe shkon tek ara, shkon tek kopshi, shkon tek prona e tij, edhe kthehet i lodhur në dark, edhe pushon pastaj në dark kur shkon te shtëpia vet, ke vladët e vet. Ai s'ka ku më marr me dunjallë, më marr me problemet e tjera. Jo bëri Hasani kët, jo bëri Hiseini ato, jo bëri filani kët, jo bëri filani ato. Mungesa e punës, ata që rrin duke dredh zinxhirët tërë ditën, e kafe në kafe, muhabetën muhabet, e përgojim pas përgojimi, e shpifje pas shpifje, kërret të pasoja i sjell mos punimi, mos marrja, mos angazhimi me punë. Ai që merret me punë me halallëk me djesën e ballit, nuk ka kohë më marrë me shejtan lloqe, por vetëm shikon drejtimin e vet, i mirë të Allahu, i mirë tek njerëzia, i mirë dhe i garantuar inshallah dhe për xhenet. Zoti na bëf për ty ya Rabbil Alamin. Ela aina sanal kalami wa ablagan nidha